Namazi çka i bën besimtarit? Po namazi është ai qetësuesi më i madh i shpirtit tënd kur ti ke ngacmime të mëdha, kur ke ti sulme të mëdha prej botës së padukshme. Po sot njerëzit janë të vujt, por nuk është mirë në shpirt, nuk është rahat. Nuk është rahat. Brenda këtë Islam e kemi këtë adhurim, këtë diazapamun të ta quaj namazin, që 100% të shpëton, 100% të qetëson, 100% të stabilizon. Nuk ka stabilizim më të mirë se sa namazi. Nuk ka qetësues për shpirtin tënd kur ti ngacmime dhe kur ti xhumi se ne bash rahat se sa namazi. Nuk ka qetësim dhe nuk ka rahati dhe nuk ka mirësi dhe lumturi më të madhe se sa kur ti e bën namazin. Por na vetë besimtarët se kemi kuptuar se çfarë të mira na ka dhënë Zoti. Edhe ndajherë për me kuptuar ne se sa të mira na ka dhënë Zoti, këtë rreth edhe namazin i shikojmë të tjerë që kanë pranuar Islamin, edhe kur ata e tregojnë, thot unë jetën time e kum pasën 30 vite të degenerume, 30 vite nuk kum ditë ku kum shkuar, 30 vite kam qenë me narkotike, me gjëra të drogës e kështu me radhë. Tash e tregon se unë shpëtimin e kum gjetën vetëm namaz. Edhe ai e ka nije atë lezetin e namazit. Na nuk themi se nuk e kemi shiju lezetin e namazit. Por sikur se her pas here me na u largu ki lezet, edhe sikur se mos tham të folin na gjuhë, sikur se jemi të hongër pas urin pa krip. E du që atë kripa pak me aqit nga pak, që ta kemi lezetin e ati pasulit që e hajmë, sikur se e hajmë atë pasulin me atë lezet mirë, ta kemi edhe qetësimin ton, shpirtit, me adhurimin të Allahu dhe Xhelal këtë rast me namazin.